vetmja parti që ka një rrëfim për t'i treguar elektoratit në këto zgjedhje. Pjesa tjetër janë pak a shumë, janë kaotik, nuk din zgjedhim këtej apo të zgjedhim këtej. Po cili është rrëfimi që ka për treguar? Më votoni që të mos qeverisë Kosovë? Nuk i hyra në merit ka të drejtë apo s'ka të drejtë. Do me thënë, rrëfimi i Albinit dhe i vetëvendosjes është unë kam një opcion timin për Kosovën. Kundërshtarët e mi pa qeveri. Kundërshtarët e mi kanë vetëm mos jetë Albini. Dhe bashkimi Lumirit me Vjosën. Edhe Albini ka vetëm mos jetë Vjosën. Dy njerëz që për 5 vitet e fundit kanë optikën 100% ndryshme për atë që ka ndodhur në Kosovë, nuk mund dalin në koalicion dhe të garojnë bashkë. Tregimi i Albinit Bushat është keq shkurt. Domethënë, ky vazhdon mos me shpenzu edhe matutje këtë kartën e tij të vetme që kur t'i plotësojmë infrastrukturën ligjore kena mishtin burg këtë këta që i kanë vjedhur pasurinë e juaj. Domethënë edhe këto ka bë me epizoda. Domethënë tash kaloj më në fund edhe ja shtuquajtur i ligj për byron. Domethënë, me këtë gjoku i ka fituar zgjedhjet vitin 2019, i ka domethënë, që kjo ka meritën më të madhen. Domethënë, 2021-ën po mërzojnë se unë e kalova ligjin, pastaj ka fitu prapë zgjedhjet të i thonë që marzoj gjykata kushtetuese këtë ligjin, edhe këtë mesazhet i kanë për foltore, i ka me gishta, me gërshan, domethënë, ja u kum dal, ja u zura dorën thesit, ata dashten me marr, domethënë, gjitha këto i ka, sepse si majt që është, domethënë, për mu, gjëja me vretja kryesore të e majta, e ajo është reprezentuesi i saj është, se domethënë, energjia negative, domethënë, pra, më shumë josh njerëz me mesazh negativ kundër tjerëve. Domethënë çka më bënë, po kjo apelon, nuk është e pasgjuar kjo. Pra, më shumë ka mundësi ki me marr vota në Kosovë kur i thu unë kam jau konfisku pasurinë aty në që jau kanë marrë t'jujen, sesa nëse ti premton që unë kam ndërtu edhe një autostradë dikon, se autostrada bile ka rrezik që thonë po dhe kam e vjedhë diçka këtu me autostradën. Domethënë, e kjo vetëm Kosova është më mirë me homologim se sa pa homologim. Po. Pra, do me thënë, nuk ka bërë gjitha ato që priste, po sa gjëra i ka bërë. Edhe si majt dhe majta nuk ka vetëm fjalorin, po mos dalim temden. Mos të futemi te ajo, se nuk është që ka bënë i gjatë, do me thonë, edhe ka afera sa dush, po pak distanca është për këtu, vazhdojnë rryma, vazhdojnë me qenë bile edhe me njerëz për Shqipërisë, po vinë atje dhe kanë hap bizneset më dha, po bëjnë, si më thonë, namin e rrymës, do më thonë, kryesisht janë 2-3 bizneset Shqipërisë që kanë hap zyret në Kosovë dhe po bëjnë biznes llahtarshëm, do më thonë, po blejnë rrymë kundër çmimit bursës disa herë, do më thonë, më shtrej se sa çmimi i bursës blen Kosova, pra kemi bler rrymë 1 miliard në 4 vitet e fundit, që është shifër enorme për një vend që prodhon. Pra, te kjo mohabet tjetër, po Albini po e din një gjë, po insistoj. Edhe matutje po i godet sentimentet e njerëzve që janë tetur për hakmarrje. Edhe kjo posaçërisht në diasporë. Diaspora nuk ka interes për ura në Kosovë, domethënë se ai jeton atje. Domethënë, ky e din, ju apelon më shumë te diaspora. As për nuk i bën përshtypje rryma se ai herën vjet vjen në Kosovë. Po, ajo çka aty në më shumë të ju ngjall emocion është kena mishtin burg ta hajna që e kanë shkatruar Kosovën 20 vite. Jo. Po, absolutisht. Domethënë, nëse lexo komentet, për shembull, ishte gjithë darsma partije që nuk do ndaj Kosovën. Ora, si ishte ndarë, ndëgjom. Cili ngom Bushat. Sa për ndarjet të Kosovës, nëse po më fol ti mua për popullin shqiptar të Kosovës. Ai e ndau Kosovën? Jo, dëgjom. Mos jemi atje. Ora e çoptojmë. Bushat. Po them është 1998 që ky popull i liri dashës i Kosovës ka marrë pjesë në zgjedhje ku luftonin një grush njerëz atje. Po si na që nuk e kena na në ODN-n ton atë dashurinë e madhe për veriun e vendit edhe shpëtoi Albini. Kjo është barabar kërkuj nuk i intereson as shumë, sepse jo kjo intereson. Ose intereson se s'ka shqiptar në veri. Tani nuk i ke pjesa suverenitetit, nuk është pa merit. Po cila pa merit? Unë nuk kam bërë sondazh, por mendoj se diasporat ku ndodhen